për qëllime elektorale. Keni prova konkrete? Po patjetër, prova konkrete të kthjellta madje, të pastërta, të qarta. Kemi fakte që punonjës të administratës dhe jo punonjës të veçantë, jo si individ të shkëputur që ikin, por gjithë administrata, institucione të ndryshme që kanë dalë në fushat në kohën e fushatës, në kohën e punës tyre, si që janë në shërbim të qytetarëve, dhe në orarin e punës kanë dalë me mjetet e shtetit, me finansat e shtetit. Foto? Po janë me dëshmitar, janë me fakte, janë me prova, i kemi parë vetë, pra janë të dokumentuara. Çdo akuzë juaja është e provuar me një material. Po patjetër, janë të gjitha të provuara. Video, foto, apo me dëshmi. Dhe mos të harrojmë që ne kemi pasur, që kemi bërë denoncime ku vetë policia ka dalë edhe natën, edhe ditën në bazë të denoncimeve që ka bërë opozita, por asgjë nuk lëviz për arsye se këta e quajnë të lishme. Punonjësit e administratës e quajnë të lishme një punë të tillë. Ata e dinë mirë që janë punonjës administrate, janë drejtues institucionesh të vendosur nga partia për meritat që kanë tek partia e vet dhe absolutisht e kanë bërë me urdhë dhe okej të kryeministrit. Vetë kryeministri ka dhënë orientimet që po të dilni dhe të punoni në fushat për vota për Partinë Socialiste. Këto janë në shkeljet ligjit. Të gjitha këto, një komision hetimor parlamentar i detyron ndoshta dhe e them këtë ndoshta se do të sjell një shembull që institucionet nuk përgjigjen këtu në bazë të ligjit.